brandin tim që nga 2011, pas një eksperiencë goxha të gjatë punën në Milano. Kam dashur të vita startoj nga Shqipëria, nga vendi im, për të patur këtu një mundësi startupi më të mirë, por edhe për t'i dhënë ndoshta një emër në të nesër Made in Albania. Prej 2023-shit kam mbrojtur një deg të brandit tim që është Gold Woman, cili është i fokusuar dhe i përqendruar mbi prodhimin e çantave. Unë vendosa të isha një antare dhomës diasporës, pasi unë jam një person që vjen nga diaspora shqiptare. Kam startuar atje të studioj dhe të punoj, pastaj jam vendosur të kthehem në Shqipëri. Unë them që unë suportin më të madh që mund të kem unë dhe biznesi im është fiks me mënyra dhe praktikat e eksportit të produktit tim. Pasi këtu mund vërtet të gjej mbështetje nga ky projekt, mund të gjej një suport në përgatitjen e produktit tim për eksport dhe le të themi një startup timin fiks në lidhje me eksportet. Qëllimi kryesor i dhomës diasporës shqiptare është pikërisht të nxjisë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Shqipërisë dhe diasporës. Dhe në veçanti, qëllimi kryesor i saj është të angazhojë bizneset shqiptare në Shqipëri dhe ato në diasporë, drejt bashkëpunimit me njëri tjetrin, drejt realizimit, drejt nxitjes së sipërmarrjeve të përbashkëta. Pjesëmarrja në programin Ecosystem Builders ishte vërtet një mundësi shumë e mirë edhe për dhomën si institucion, si entitet, por njëkohësisht edhe për bizneset anëtare të dhomës. Shërbimi që ne përzgjodhëm për të zbatuar në kuadër të projektit lidhet me ndërkombëtarizimin dhe përgatitjen për eksport në sektorin fashion dhe tekstil. Shërbimi i ri që dhoma e biznesit diasporës po zhvillon, auditimi i ndërkombëtarizimit, është një shërbim që asiston deri në lidhje të kontratave për eksport. Shumë fason në Shqipëri që prodhojnë veshje për modën e lartë, prodhojnë mbetje. Dhe këto mbetje nuk janë thjesht për t'u hedhur në kosh të plerave, pasi janë mbetje të cilat mund të riciklohen. Janë copa të cilat kanë size të ndryshëm dhe që funksionon për të bërë një produkt të ri. E nisëm nga mbetjet e xhinsit për të krijuar produktin vete. Nëpërmjet këtij shërbimi, nëpërmjet auditit të ndërkombëtarizimit, është një shërbim i cili jo thjesht na trajnon, apo jo thjesht na kualifikon, por që ofron mundësi konkrete. Made in Albania duhet ta njohin gjithë bota, sepse bëjmë një produkt shumë të mirë, kemi një produkt shumë të mirë që nga trashëgimia kulturore, por jemi edhe shumë avangard në hap me kohën dhe me Europën.